Aktori i njohur dhe ish banori Big Brother VIP Albania 4, Lajert Vasili, ka bërë një vizitë mjaft domethënëse në kompleksin memorial të jasharëve në Prekaz, një vend i shenjtë për historinë dhe identitetin kombëtar shqiptar. Ky vend përfaqëson simbolin më të fuqishëm të qëndresës, sakrificës dhe përpjekjeve për liri të popullit shqiptar në Kosovë. Përmes figurës heroike të komandantit legjendar Adem Jashari dhe familjes së tij, vizita e Vasilit është bërë publike përmes një video të shpërndar në rrjetin social TikTok, ku ai shihet i ulur në gjunjë përpara varrit Adem Jasharit. Ky gjest është interpretuar si një akt përgjegjësie dhe nderimi të thellë ndaj figurës më të rëndësishme të rezistencës shqiptare dhe të gjithë dëshmorëve që dhanë jetën për lirinë e Kosovës. Krahas videos, aktori shkruan: "Lavdi komandantit legjendar Adem Jasharit dhe gjithë dëshmorëve të lirisë", duke përcjellë një mesazh të qartë për respektin dhe mirënjohjen ndaj sakrificës kombëtare. Reagimet në rrjetet sociale nuk kanë munguar. Qindra qytetarë nga Kosova dhe Shqipëria kanë komentuar me fjalë mirënjohje dhe respekti për gjestin e Vasilit. Shumë prej tyre kanë cilësuar vizitën si një shembull frymëzues, veçanërisht duke pasur parasysh se vjen nga një figurë publike që nuk është pjesë direkte e politikës apo strukturave të luftës, por nga bota e artit dhe ekranit. Ky akt është vlerësuar si një dëshmi e ndjenjë së përbashkët kombëtare që te kalon kufit institucional dhe brezat. Lajert Vasili, njohur për rolet e tij në teatr dhe televizion, ka shfaqur ndjeshmërinë për çështjet të identitetit dhe historisë kombëtare. Vizita e tij në Prekaz shihet si një reflektim personal, por edhe një mesazh për të rinjt shqiptar që të mos harrojnë rrënjët dhe të nderojnë ata që fliuan për lirinë që gëzojmë sot.